pastaj e vdes dhe i cakton një varr, dhe kur të doj, ai e ringjall. E megjithatë, njeriu ende nuk i ka plotësuar ato që i ka urdhëruar ai. Le të mendoj njeriu për ushqimin e vet. Jemi ne që lëshojmë ujë me bollëk, pastaj e çajmë tokën në thellësi dhe nxjerrim prej saj drithërat, rrushin e perimet, ullirin e palmat, kopshtet e dendura, pemët dhe gjithë barërat që t'i gëzoni ju dhe bagëtit tuaja. Por kur të vi ushtima, atë ditë njeriu do të ikë nga i vëllai, nga e ëma dhe nga jati, nga e shoqja dhe nga fëmijët e vet. Atë ditë, secili prej tyre do të ketë aq shqetësim për veten sa do t'i mjaftoj. Atë ditë do të ketë fytyra rrezëllore, të qeshura e të gëzuara. Atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhurosura që do t'i mbuloj errësira. Këta janë jo besimtarët, gjunaqarët.